Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka deklaruar se në lidhje me zjarrin në diskotekën në Koqan janë të dyshuar më shumë se 20 persona. Ai tha se 15 persona janë në stacion policor dhe disa të tjerë në spitale. MPB në koordinim me Prokurorinë Publike deri në këtë moment në lidhje me këtë ngjarje ka dyshuar më shumë se 20 persona, rreth 15 persona janë në stacion policor, 9 nga të dyshuarit për shkaktim të kësaj tragjedie kanë vdekur, ndërsa 4 janë në spital, 2 persona të bandit, djali i pronarit të diskotekës dhe udhëheqësi i personit juridik. Një pjesë të arrestuarve që gjenden në stacionin policor janë fajtor direkt lidhur me këtë ngjarje. Janë arrestuar edhe një ish sekretar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë, një udhëheqës sektori në Ministrinë e Ekonomisë, ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe 3 të punësuar në këtë drejtori. Toshkovski njoftoi se diskoteka nuk ka pasur licencë legale për punë dhe se përgjegjësi për rastin do të ketë. 22 persona janë në gjendje kritike dhe një pjesë e tyre do të transportohen me avion në Turqi, një pjesë në Bullgari, një pjesë në Greqi dhe do të sigurohet trajtimi i duhur për shërimin e tyre. Sot Maqedonia po qanë, por përgjegjësi do të ketë për secilin nga të korruptuarit, të papërgjegjshmit dhe të gjithë ata që kanë ndikim të drejtë për drejtë apo të tërthort në ndodhjen e kësaj ngjarje penale juridike. Toshkovski tha se në mesin e personave të vdekur 3 janë fëmijë të mitur, ndërsa më shumë se 20 fëmijë të mitur janë të lënduar.